Apple ka rifituar titullin si kompania më e vlefshme në botë duke kaluar Nvidia, ndërsa investitorët u bën më të sigurt për strategjinë e saj të inteligjencë artificiale. Aksionet e Nvidia ranë deri në 4% në sesionin e së premtes, pasi shqetësimet për vlerësimin e aksioneve të inteligjencë artificiale nxitën tregun, duke i dhënë kompanisë një vlerësim për rreth 4.8 trilion dollar, pak më por se 4.9 trilion dollar që vlerësohet Apple. Më vonë kompania e rikuperoi humbjet, ndërsa në orët e mbetura të tregtisë, Apple dhe Nvidia konkuronin kokë më kokë për vendin e parë. Aksionet e Nvidia janë rritur me më shumë se 1200% që nga janari vitit 2023, duke u rritur nga 14.86 dollar, që është çmimi rregulluar pas ndarjes së aksioneve, në rreth 205 dollar aktualisht. Kompania realizoi një ndarje të aksioneve në raportin 10/1 në qershor të vitit 2024. Nvidia u bë kompania më e vlefshme në botë në vitin 2025, e nxitur nga bumi i inteligjencës artificiale pas lançimit të ChatGPT në nëntor të 2022-shit. Fillimisht të projektuara për video lojra, njësitë e përpunimit grafik apo siç njihen ndryshe GPU të Nvidias, janë bërë hardware kryesor i përdorur në qendrat e dhënave të inteligjencës artificiale për të trajnuar modele të mëdha gjuhësore të zhvilluara nga kompani të tilla si OpenAI, Anthropic dhe Google. Megjithatë, në javët e fundit, analistët kanë filluar të dyshojnë nëse investimet masive në qipat dhe software të Nvidias do të japin rezultate, ndërsa produktet e reja të inteligjencës artificiale do të dalin në treg. Këto pikpyetje janë intensifikuar ndërsa krijuesi ChatGPT, OpenAI dhe rivali i tij Anthropic, dy nga kompanitë private më të vlefshme në histori, kanë aplikuar që të bëhen publike. Ndërkohë, besimi i investitorëve tek Apple është forcuar në javët e fundit duke i rritur aksionet e saj me rreth 20% që nga fundi i qershorit. Apple gjithashtu prezantoi një version të ridizajnuar të Siri-t, duke marrë vlerësime shumë pozitive.